mbysh një eksperiment që tregon se si ndërtohen disa nga pallatet kundra tërmetit, antisizmike. Ato ndërtohen mbi zara dhe zari lejon që të shkëpus platformën, ndërtesën, nga toka në një farë mënyre. Skorja tokës është nga 30 deri në 50 km e trash. Direkt masa e shtresës është një stres shumë e gjerë, e cila është lavë e nxehtë dhe neve kontinentet e tokës, domethënë, janë duke notuar në këtë shtresën e magmës, mbi zjarr, mbi lavë, mbi gurë të shkrirë. Dhe këto pllaka, këto anije pak a shumë, përplasen me njëra tjetrën dhe në vendet e përplasjes krijohen tërmete, formohet tërmeti. Gjithmonë për shkak se neve jemi duke notuar si anije mbi këtë lavë të nxehtë nën tokë, nën korën e tokës. Meqense ne notojmë mbi këtë lavë, mbi këtë magmë të nxehtë, gurë të shkrirë, është e nevojshme që ne të krijojmë disa platforma që ta shkëpusim ndërtimin tonë, ndërtesat tona, të shkëpusim nga sipërfaqja e tokës, sepse nuk është e sigurt për shkak të tërmeteve. Gota luron e pallatit, dhe pallati pak a shumë është i shkëputur nga toka. Dhe nëse toka dridhet nga tërmeti, ndërtesa rrin gati pa lëvizje dhe ul shumë shkallën Richter të tërmetit. Nëse ne do të tunim këtë, dihet do derdhet. Megjithëse tërmetet janë të dëmshme, shkencëtarët kanë gjetur mënyrën për t'i shfrytzuar ato dhe për të njohur brendësinë e tokës. Kur një tërmet ndodh në një vend të caktuar në sipërfaqen e tokës, dritet e kësaj vale sismike, dritat e mëdha përhapen në gjithë tokën. Dhe me anë të sismografëve që janë vendosur në gjithë sipërfaqen e tokës, shkencëtarët masin dritjet që vijnë nga burimi dhe shohin që dritjet nuk vijnë uniformisht duke u zbehur, por vende ato vijnë e zbehen, pastaj forcohen pastaj zbehen dhe kështu shkencëtarët duke njohur dritjet se si kalojnë në brendësinë e tokës, duke u zbehur, duke u përthyer për shkak të stresave të ngjeshura apo jo të ngjeshura, me dënësi të ndryshme, materiale të ndryshëm, shkencëtarët kanë njohur brendësinë e tokës dhe thonë që ka një bërtham të brendshme me diametër të saktë, bërtham të jashtme, shtresa ka 7-8 shtresa toka brenda dhe këto shtresa janë bërë të njohura vetëm prej tërmeteve.